Ka Bilame, tiktokeri më i famshëm, shiti të drejtat e tij 1 miliard euro. Është tmerr ta mendosh dhe unë doja që të flisja për këtë sepse të gjitha gazetat, revistat apo ndoshta edhe portalet flasin pikërisht për këtë sepse duhet të dini diçka që nuk e përmend ndoshta një pjesë e vogël e përmendin, por përmendin vetëm paratë e madhe më dha që ai mori. Por duhet të dini që çdo gjë po kalon në digital wallet. Pra, ky telefoni që shohim këtu. Dhe shumë njerëz nuk e kanë kuptuar që çdo gjë që ne bëjmë, pra çdo gjë që ne lëvizim në rrjetet sociale, kalon pikërisht te ky telefon. Dhe Kabi, për ata që nuk e din, Kabi është tiktokeri më i famshëm në botë, ka 240 milion followers. 240 milion janë shumë. Dhe normal, ai merr nga TikToku, parafërsisht tregohet që merr nga TikToku rreth 350-340 mijë euro në vit, që me kalimin e kohës ato janë bërë miliona. Por çfarë ndodhi me Kabin? Atëre, Kabi, për ata që nuk e din, ka lindur në Afrikë. Por kur erdhi në Itali, ai nuk dinte të fliste italisht. Dhe meqense që të gjithë bënin video, mendoj që të bënte edhe ai. Mirë po, ai nuk foli asnjë fjalë sepse nuk dinte të fliste dhe për më tepër çfarë do zbulonte dhe çfarë bënte. Merrte disa video të dikujt dhe gjëra të thjeshta, normal, duke i imituar ata dhe duke thënë që këto janë më të thjeshta për t'u bërë. Nuk ka nevojë që ju të bëni për shembull dikush që pastronte frutat apo dikush tjetër që hidhesh nga një lartësi që mund të kalonte nga ana tjetër shumë e thjeshtë etj etj. Pra ai bëri diçka që se kishte bërë kush. Dhe kush ishte diferenca mes Kabit dhe të tjerëve? Diferenca ishte një që ai bëri duet. Dhe dueti nuk e bëri me si e bënin të tjerët, po e bënte ndryshe, pra me shaka. Dhe tjetra, ai duke mos folur e admiruan të gjithë. Sepse nëse do fliste italisht, ai do kishte vetëm publik italian. Nëse do fliste në gjuhën e tij, pra në afrikane, do kishte gjuhën afrikane. Dhe do kishte vetëm ata si followers. Por ai duke mos folur, pati pikërisht miliona klikime herët e para. Derisa pastaj bëri 100.000 followers, pastaj 1 milion followers edhe me kështu me radhë. Derisa tani është bërë le të themi tiktokeri, po jo vetëm tiktokeri, sepse, shiko, 240 milion followers janë shumë. Duhet të dini që në një shifër kaq të madhe, edhe vetë sistemi të merr në telefon të thot, hajde këtu të rish me ne, sepse ka diçka që ti bën dhe e bën për ne. Pra, sistemi po flasi TikTokut. Dhe çfarë bëri tani ai kohët e fundit? Ai shiti të drejtat e tij. Çdo të thotë kjo. Një shoqëri e madhe që e futi edhe në bursë këtë e pagoi $1 miliard, që në fund fare ai mori 960 sa milion në fund fare, sepse janë të drejtat ato përqindjet e tjera. Por pse i dha këto të drejta? Sepse mund të përdorin të drejtat, pra fytyrën e tij në mënyrë digjitale, pra ta bëjnë me inteligjencë artificiale, fytyrën e tij dhe ato çka bën ai, ti bëjnë në mënyrë digjitale dhe të bëjnë një kanal tjetër ku mund të përdorin të drejtat e tij. Pra ai dha të drejtat, por në të njëjtën kohë ishte një lëvizje mjaft inteligjente, sepse në të njëjtën kohë ai tha, "Ok, ju bëni ç'të doni, unë po bëj anën tjetër timen, pra atë që bëj gjithmonë." Kështu që ai nga ana tjetër e tij i merr të ardhurat, por ato që bëri për të tjerët, pra për këtë agjenci, është një optional, është diçka më shumë. Pra diçka që do t'jap, ndoshta sepse ata çfarë bëjnë tani? Është shumë geniale, vërtet. Ata çfarë bëjnë? Ata do bëjnë që të gjitha videot të tjera, normal, jo të tijat, do t'i bëjnë me inteligjencë artificiale, sikur t'jet ai, dhe janë të bindur 1000% që do shkoj, sepse do ta bëjnë për të gjitha rrjetet sociale. Kështu që ato të ardhuar kthehen në sponsor, pra në sponsor, në klikime etj, dhe me kalimin e kohës, derisa edhe gabi mos jetë më në këtë jetë, ata kanë të drejtën që të bëjnë këto video. Pra me kalimin e kohës, kush ka të ardhur financiare, ai që ka kjo shoqëri për shembull, që ka këto të ardhur financiare të shumta me sa e burare, sepse ka buxhet financiar të papar, nuk i intereson shumë që se ka paguar 1 miliard, sepse 1 miliard mund t'i marrë brenda 3 viteve, ose ndoshta edhe brenda 1 viti. Varet nga nëse ka sponsor, sepse padyshim këta kanë sponsorat më dhënj. Tani
pse po flas për këtë? Siç ju thashë më përpara, çdo gjë po kalon në digital wallet, pra në këtë telefon që shihni këtu. Dhe me kalimin e kohës do të jetë çdo gjë, pra edhe puna do të jetë nëpërmjet telefonit. Pra po thuaj pjesa dërmuese e njerëzve, sepse tani me inteligjencë artificiale dhe me makineritë që kemi, puna po reduktohet jashtë mase. Ku do shkojnë të punojnë njerëzit? Ku do hanë? Kështu që një pjesë e madhe e njerëzve do punojnë pikërisht këtu. Pra me anë të digital wallet. Dhe në digital wallet, sepse kështu quhet sepse të ardhur financiare lëvizin nëpërmjet portofolit digital dhe këtu nëpërmjet këtij portofoli do të jetë më si mund të quhet, më e thjesht edhe për të punuar, më e thjesht edhe për të komunikuar, më e thjesht edhe për dokumentat, për çdo gjë. Pra nuk do të jetë më si dikur, por do të jetë pikërisht ky telefon që do të jap një pjesë të madhe të njerëzve edhe punë. Dhe është, nëse keni vënë re, për shembull, edhe në Shqipëri tani është përhapur shumë, sepse e kanë kuptuar që çdo gjë po shkon në digital wallet. Bile do t'ju them, nëse vutre para ca kohësh kemi bërë dhe një video, nuk e di e kemi bërë këtu apo jo, po ma merr mendje, ku Shqipëria ka vendosur që duke filluar nga ky vit, çdo gjë pra të dhënat digjitale, duke filluar nga karta e identitetit, nga patenta, nga çdo gjë, do të jenë në një digital wallet, pra në një software që do të merret vetëm me atë. Dhe ndaj po them që një pjesë e madhe e njerëzve tani e kanë kuptuar dhe futen, kanë krijuar portale të tyre, por ka disa të tjerë që dua t'ja u them dhe këtë, që për shembull marrin videot e mia dhe i publikojnë sikur të jenë të tyre. Me kalimin e kohës kjo nuk do të ekzistojë më. Është e kotë që përqendrohen në një gjë të tillë, sepse shumë shpejt, nuk e them këtë sepse kam ndonjë mërzi apo jo. Jo, por e them që si informacion. Pra me kalimin e kohës do të jesh ti. Pra ti në portofolin digital je vetëm ti dhe kaq. Bile do dënohet edhe me ligj. Njëri dënohet që tani, nëse unë dua për shembull, unë mjaft që të bëj një denoncim dhe ai me dashje apo pa dashje do pagoj çfarë ka. Nëse unë, sepse përdor emrin tim, përdor fytyrën time, pra mund ta bëj që tani. Nuk e bëj thjesht sepse janë miq tan, shokët tan dhe nëse do mërzitem ndonjëherë dhe do flasin ndoshta në emrin tim, atëherë mund ta bëj. Por megjithatë doja t'ju thosha me këtë që është tepër e rëndësishme sot që të kuptohet që digital wallet është e ardhmja e njeriu. Dhe kështu që Kabi e ka me dashje apo pa dashje, ndoshta ishte e paqëllimshme ajo që bëri, pra që hapi një kanal sepse s'kishte punë në atë kohë dhe me kalimin e kohës u bë i famshëm. Dhe sot ai është në qendër të vëmendjes edhe një herë, sepse për herë të dytë bëri diçka që tregon vërtet që është një lëvizje e zgjuar, sepse ato të drejtat që ai dha, ndonse ja dha komplet të drejtë derisa të jetë gjallë edhe pas vdekjes së tij, ai sidoqoftë derisa është në jetë ose derisa mundet do të eci përpara me kanalin e tij në TikTok. Dhe duhet të dini dhe diçka tjetër. Shiko, në vitin 1998, kur Bill Gates thoshte që, e di që dikush nga ju nuk do që ta dëgjoj këtë emër, por kur Bill Gates thoshte që e ardhmja është kompjuteri, pra të dhënat e kompjuterit dhe interneti, askush nuk e besonte, sepse nuk kishte informacione atëherë. Informacionet ishin shumë të pakta. Për shembull, nëse ti kërkoje çdo lloj informacioni, ishin shumë të pakta. Dhe sot kemi arritur pikërisht në këtë. Pra, me kalimin e kohës, çdo gjë, çdo informacion që ne japim, mbetet në internet. Dhe nëse keni parë, tani do dalin që të gjitha ato që ka bërë, për shembull, Amerika ka bërë një, nuk e di e lexuat apo jo, ka bërë një kanzier, si mund të quhet, një tip ligji, s'është ligj, por në 5 vitet e fundit, kush ka folur keq për Amerikën, ai nuk do ta lejoj që të futet në Amerikë. Dhe kjo do ndodh në të gjitha shtetet. Pastaj do të ndodh edhe me privatët. Çdo tot kjo. Nëse ti ke folur keq, nëse ke ofenduar etj, njëri apo tjetri ka të drejtë që të denoncoj. Dhe ti do përballesh pastaj me gjykatën. E them këtë sepse dikur ishte çdo gjë si një han. Pra çdo kush mund të merrte
pjesë në internet, në këto rrjetet sociale, mund të hapte një kanal, mund të thoshte ç'të donte. Sot kanë ndryshuar gjërat dhe është krejt ndryshe, sepse me kalimin e kohës, siç ju thash, do të jetë portofoli digital është identifikon personin dhe duke identifikuar personin, askush tjetër më mund të jetë kloni yt, sepse edhe nëse do të jetë kloni, do dënohet me ligj. Ja u them sepse aty po shkojmë drejt asaj dhe brenda vitit 2030 kjo do bëhet realitet. Mbajini mend këtë, se kush po na merr në telefon një sekond. Dhe po thoshja, është mirë që edhe ju të përqendroheni në digital wallet, sepse është e ardhmja, Kështu që çfarë mendimi keni për këtë kabin? Shiti imazhin e tij 1 miliard euro. Ju çfarë? Ti shit ju në vendin e tij do ta bënit? Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë.